Një shpërthim I fuqishëm e lënë plasë ka goditur lagjen Skënderbeg në Shkodër mbrëmjen e së martës, duke krijuar panik tek banorët e zonës. Ngjarja u regjistrua rreth orës 22:20 ku një sasi tritori u vendos pranë derës së një biznesi reklamash. Për fat të mirë, shpërthimi nuk shkaktoi të lënduar, por solli dëme të konsiderueshme materiale në ambientet e biznesit dhe në zonën përreth. Menjëherë pas ngjarjes, policia sekuestroi kamerat e sigurisë, të cilat kanë fiksuar momentin e vendosjes së eksplozivit. Në pamje shihen 2 persona të maskuar, të cilët mbërrin motor, vendosën lëndën plase të qepenat e biznesit dhe më pas largohen me shpejtësi. Autorët nuk mund të identifikohen për shkak të fytyrave të mbuluara, ndërsa lëvizja e tyre drejt njësisë administrative rrethina po analizohet si një tentativë për të shmangur gjurmët. Hetuesit po punojnë në disa pista, duke mos përjashtuar mundësinë që autorët të jenë persona të paguar për vendosjen e ekskluzivit. Gjithashtu po verifikohet edhe mundësia e ndonjë konflikti mes pronarit të biznesit dhe personave të tjerë, ndonse deri tani nuk ka prova në këtë drejtim. Nga ana tjetër, pronarët e biznesit të reklamave Lulzim Mehmeti ka mohuar kategorikisht të ketë pasur ndonjë konflikt apo kërcënim. Në dëshminë e tij ai ka deklaruar se nuk ka asnjë ide mbi motivet e ngjarjes, duke theksuar se operon prej vitesh pa problem në Shkodër dhe se ditët e shpërthimit ka qëndruar në shtëpi për shkak të një viroze. Policia e Shkodrës po vjon hetimet me qëllim identifikimin dhe arrestimin e autorëve si dhe sqarimin e plotë rrethanave që çuan në këtë akt të rënd kriminal.